Po e maj synin e majt myllën se kam bë operacion edhe që mos nga që kam pak ta carum, mos t'ju prish estetikën, mos t'ju shqetësoj. Kisha laqit sot, me një shoqëri shumë të mirë, e takova shumë njerëz. Edhe shumica më shprehen shqetësimin se si nuk u mor asnjë mas kur u holl Ruzarja në pishinë. Tani, me sikur nuk jetohet, as nuk flitet, me sikur, po t'isha unë, mrena, besoj do kisha protestu me mënyrën time, nuk e di se në çfarë mënyrë do protestoj, besoj se do kërkoja që të merrej mas, edhe nëse nuk do merrej mas, besoj se do dilja nga shtëpia. Por me që jam akoma pjesë e formatit, edhe me që shumë prej këtyre që ma kërkuan këtë sot, që të kisha protestuar, të kisha bë diçka, megjithëse unë besoj se nuk kam pas çfarë me bë, se unë nuk kam qenë mrena në shtëpi, vllajt madh, ku ka ndodhur kjo gjë. Kam vendosur të bëj diçka, edhe pse jam jashtë shtëpisë vllajt madh, e cila do më penalizoje, sigurisht do më penalizoje shumë, do më penalizoje edhe mua, edhe karrierën time, me thënë drejtën, sepse institucioni me cilin kam kontratën dhe i cili ka produksionin e Big Brother është vendimtar për karrierën time. Është institucioni i cili më ka afirmu, jo tani, po më ka afirmu që është në 2004 edhe më riafirmoj tani me këtë formatin, e më ka dhënë një popularitet, e më ka hapë dyrë karriere që as nuk i kam pasur ndërru një time. I meritoj apo nuk i meritoj, pak rëndësi ka. Pa ta nuk do mund të kisha bë shumë gjëra që kam bë kohët e fundit. Nuk do kisha mund të realizoj shumë nga ëndrat që kam realizu kohët e fundit. Po me që këta njerëz të cilët besojnë te unë dhe shumë për tyre më kanë votu dhe identifikohen me identitetin tim me besimin tim fetar, me qenë se këta njerëz besojnë se unë kam në dorë të bëj diçka për këtë, ja po e bëj. Kam vendos mos marr pjesë në finalen e Big Brother. Do më penalizoje kjo, jo vetëm sikur thash në karrierën time, sepse ky institucion ka fuqi të padiskutueshme për sa i përket industrisë muzikës dhe jo vetëm. Edhe përveç kësaj unë kam një kontratë, të cilën duke mos vajt në finale do e shkel, çka nuk është diçka e rregullt për t'u bë. E di sigurisht që mungesa ime në finale nuk lune asnjë rol për këtë institucion mediatik, sepse jam thjesht një karike që do zëvendësohet me dikë tjetër, ose thjesht do hiqet ajo karike aty edhe sot dje isha, sot nuk jam, nesër harrohem pa ndihmën dhe pa përkrahjen e atij institucioni. Di shumë mirë sepse më ka ndodhur shumë herë. Sa herë kam kthy shpinën në atij institucioni, kjo më ka ndodhur. Ju kam bë qefin edhe energjive të mi, po me që këta njerëz besojnë se unë duhet protestoja për hedhjen e Ruzares në pishinë e që nuk u mor asnjë mas. Kjo është mënyra që kam vendosur të protestoj, kjo është vetëm një gjë që mund të bëj, mos marr pjesë në finale. Shpresoj t'ju bëhet qefi gjithë atyre që më kërkuan të protestoj për këtë gjë. Shpresoj të kenë mundësinë të mi organizojnë këta koncertet. Shpresoj të kenë këta mundësinë të më ndihmojnë të vazhdoj me ëndrrën time, e cila është muzika, se është pasioni im, nuk është ëndër, është diçka që unë realizoj, e kam realizuar qysh në vitin 1999, po në Shqipëri që është në vitin 2004, me ndihmën e këtij institucioni, i cili ky institucion ka hap dyrë dhe nga aty ku kam qenë një refugjat Greqie, i cili
Në Greqi nuk më hapeshin dyert e industrisë muzikës, këtu kjo institucion mi ka hap dyert pa kushte, po me qenë se këta njerëz të cilët më kanë përkrahë besojnë se unë ju kam përborx të protestoj për këtë që ka ndodhur, ja po e bëj kështu. Edhe sikur thashë di që do penalizohem, sepse jo vetëm duke mu mbyll dyert me të drejtë nga ky institucion, sepse dhe unë vend tyre këtë do bëja, edhe du të theksoj këtu që janë shumë njerëz të mirë, janë shumë njerëz të logjikshëm, janë shumë njerëzor, edhe me shumë zgjuarsi arbri. Ditën që u bë ky ballafaqim e tha për kë donte të dëgjonte e për kë donte të kuptonte, e tha që jeni shumë të vegjël, janë shumë të vegjël ata banorët aty për të përcaktuar respektin e shqiptarëve ndaj fesë. Ndoshta nuk e tha fiks kështu, po kjo ishte ideja, ky ishte koncepti. Janë njerëz shumë të mirë, këtë nuk ua mohon dot asnjëri, as unë, as kërkush. Dhe nëse nuk i kanë dhënë zë kësaj gjëje, nuk i kanë dhënë zë jo sepse nuk kanë respekt për fenë krishterë, sepse mos të harrojmë që kemi qenë të krishterë të panumërt aty si vjet. Katolik kemi qenë unë, Aldo, Jozi, Rozana, Danja, këta mbaj mendun tani 5 veta. E sa tjerë të besimit ortodoks, që unë e di shumë mirë që asnjë lidhje topi është gjithë përfshirës, topi është demokratik, nuk e diskutoj, Valbona, nuk e diskutoj që as nuk ju shkon mendje, domethënë mos të tregojnë respekt për një nga fetë. Kanë qenë gjithmonë shumë demokratik, shumë perëndimor. Kanë ekzistuar herë tjera që ndoshta unë mund të kem thënë një llaf më tepër, e nuk e kanë bërë çështje, jo sepse nuk kanë ditë marrin masa, po sepse kanë shikuar më thellë dhe kanë pa që thelbi i gjës nuk ka qenë për të ofenduar dikush. Po me që votuesit e mi, e përkrasit e mi besojnë se unë duhet të bëj diçka për këtë, ja po bëj këtë. Hajri nuk do ta shikoj, po edhe respektin e njerëzve di se nuk do ta marr, sepse njerëzit Prometeu dha zjarrin edhe e lanë që të dergjej në shkëmbi, teksa shqiponja e Zeusit i hante mëlçin. E di shumë mirë që pa ndihmën e këtij institucioni mediatik njerëzit as nuk do e mbanin mend që ekzistoj. E gjithë ky popularitet që kam tani, gjithë kjo dashuri, gjithë ky respekt që më japin njerëzit nuk do ekzistonte. Është ky institucion që ma dha mundësinë të shkoj te njerëzit. Po me që besoni se ua kam përborx një protest për hedhjen e Ruzares në pishinë dhe që nuk u mor asnjë mas, sigur thash ja po bëj këtë.